Pyetja e parë është drejt për drejt. A e keni shpallur dhe a do kandidoni ju në garën për kryetari i Partisë Demokratike në zgjedhjet e majit? Po patjetër. Pra ka ndodhur që kam bërë përpjekje. Patjetër çdo më thon patjetër. Patjetër do kandidoj. Pra do të jem në garë në 23 maj. Pra ka ndodhur që siç ju e keni ndjekur besoj edhe qytetarët që unë kam bërë një tur takimesh, edhe kam hedhur disa teza apo edhe kam shprehur shqetësimet që demokratët i kanë në Partinë Demokratike. Ka ndodhur një ndarje, po themi, mendimesh që është, po themi, një ndek i madh. Është një ndarje mendimesh apo është një thyrje mes jush dhe kryetarit Partisë Demokratike zotit Berisha? Është një ndarje mendimesh, sepse unë nuk kam pas e mbyll është një ndarje mendimesh sepse unë nuk jam marrë as me zotin Berisha dhe me askën tjetër. Jam marrë me shqetësimet që kanë demokratët për të bërë një parti demokratike fituese. Partia Demokratike, kështu siç është një parti e cila nuk fiton dot. Unë nuk kam pas asnjë shqetësim me zotin Berisha, asnjë konflikt dhe asnjë problematikë. Partia Demokratike pretendon, pra kryetari i Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike, struktura e saj pretendojnë që ju jeni i kapur nga Partia Socialiste dhe i përdorur nga Partia Socialiste për të, po themi, të krijuar probleme brenda Partisë Demokratike ose për të përçarë Partinë Demokratike. Jam kap nga Al Capone. Shiko, këtu ka një gjë. S'pari njerë mua nuk më kap do të njeri dhe ata e din shumë mirë, asnjë. Pra unë jam njeri, s'pari kam mbi të gjitha lirin, edhe në burg kam qenë mi lirë se sa këta që janë jashtë. Edhe janë me konceptin e që i rrinë sklavë pronarit si sklever. S'pari Partia Socialiste mua nuk ka ku më kap në asnjë lloj gjëje se nuk ka çam kap. Ju e keni parë që unë kam shku në burg kundër Partisë Socialiste. Së dyti këto janë akuza ku di unë, fantasmagorike, idioteske, etj, që nuk kanë asnjë provë, asnjë fakt. Partia Socialiste dhe Edi Rama, sa s'ka Parti Socialiste, për fat keq Edi Rama do një parti demokratike kështu siç është. Do të ruaj status quo, sepse i mund nga zgjedhjet në zgjedhje më thellë, idiotësinë e shpërfaqur nga një pjesë e leadershipit të Partisë Demokratike e kanë avantazh, konsumin e tyre kanë avantazh dhe për më tepër i ka mund 2013 në kështu si është. Nëse do të ishte edhe këtu po përgjigjem drejt për drejt, kur t'i keni mund të thoni, ora nëse është ky problemi, ta thonë sa kohë duam, triqem unë. Për shembull, duam një vit që ta mundim me Diramën, që ta shohim kush është i kapur. Kjo nuk është çështje. Duam 2 vite që kjo është një çështje e zgjidhur. Berisha ka deklaruar, ka pasur 2 deklarata për ju, e para, mje pak deklarata numër 1. Njëshin. I vetë përjashtuar është i vetë përjashtuar, nuk ndryshon asgjë. Pse e birson ky apo ai politikisht, këte apo ate, kjo s'është puna ime. Birsimet ka ndodhë dhe ndodhin gjitha kohrat. I gëzofshin ata që birsojnë. Jeni i vetë përjashtuar nga Partia Demokratike. Termi i vetë përjashtuar nuk ekziston në asnjë ند statutit të Partisë Demokratike, nuk ka vetë përjashtim, edhe në fjalorin e gjuhës shqipe nuk ekziston, ose të përjashton në mënyrë simbolike, ose të përjashton. Po nuk ka mënyrë simbolike, shko, kur jeni një garë, pa diskutim që frika dëshpërimin në këtë rast. Berisha në një garë. Ju e dini shumë mirë që garë ta shohim. Jo, nuk e di shumë mirë, unë di shumë mirë këtë gjë, që po themi zhgënjimi i demokratëve nga premtimet e pambajtura të zotit Berisha është aq i madh sa gara do ta tregoj se kush ka drejt. Se këtu kam një pyetje. Ore dakord, se kjo është fushat elektorale. Ata po thonë që janë të kapur nga Rama, unë po them që mund të jetë i kapur zotëria se e kanë nxjerrë nga gjyqi. Po të ndjek me të njëjtën logjik që tha ai sot. Si e kanë nxjerrë nga gjyqi? Logjikën që tha zoti Berisha. Jo, zoti Berisha tha diçka tjetër. Se do vi, po vetëm të jap shumë shkurt në 1 minutë. Shiko, në garë po sillet jo si kryetar partie, po sillet si kandidat. Dhe kandidatët në garë thot njëri thot këtë e ka kapur Rama, tjetri thot ky nuk është fitues etj. Po zotëri, po kërkoj që Partia Demokratike, si në çdo vend tjetër demokratik, mos jetë pronë private, të bëjmë garë, të kemi listat zgjedhore që të dim kush janë, të kemi kohët barabartë, të kemi burimet barabarta, degët i organizojnë në mënyrë të barabartë. Ata thonë argumentat e veta në këtë rast zoti Berisha, se nuk ka tjetër. Unë them argumentat e mia dhe gara ta tregoj kush fiton. Çka ka këtu në një gjë që jo po është i këtij, jo po është aty. Çfarë vetë përjashtim? Si vetë përjashtojmë? Se nuk jam i vetë përjashtuar. Po çka ka? Parim gara nuk ka asgjë, sa më shumë kandidat jetë aq më mirë. Si mbahet përgjegjës zoti Berisha ka thënë në 2022-shin, ka thënë kur erdhi. Do ta mundte Edi Ramën për 6 muaj, do fitoj zgjedhjet lokale, do zgjidh problemet me non-grata, deputetët do t'i zgjedhë antarësia, do zgjidh marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës iku Soros, është Trump, e kemi në favor. Spaku nuk po godet me opozitën, po godet qeverinë, e kemi në favor. Të gjitha po themi parakushtet janë në favor. Pse nuk fitojmë ne sot? Se debati që duhet bërë Berisha ka folur për një takim shumë çuditshëm
tuajnë me të kur ju keni folur për Fatmir Xhafën. Mje pak zerron të lutem. Një ditë me vjen nga burgu në zyrë. Se mirë është me që se hapë bisedën. Dhe me thot, era të të marrë një mendim. Çfarë mendimi i them unë? Urdhë, e prita mirë, sigurisht. Kemi bërë gjithçka për ta cilësuar burgosur politik dhe e ka merituar plotësisht. Çfarë mendimi? Urdhë, i them. Tani thot, më kanë ngel 3 muaj burg. Për të dalë, me takon me dalë sipas ligjit, por kërkojnë nga unë një deklarat në të cilin duhet të garantoj se nuk do të vras Fatmir Xhafën. Po, kush ta kërkon ty këtë? Ma kërkon gjykata për të firmos dhe drejtoria e burgut. I tham unë, po ti je i burgosur politik, ti s'ke punë me Fatmir Xhafën aty. Nuk je zan, nuk je shah, nuk je rraf me Fatmir Xhafën. Dhe ti i them unë, me që po më pyet mua, unë të këshilloj që një deklarat të tillë të mos e bësh. Çfarë rrethanash ka ndodhur një herë kjo gjë? Çfarë një herë kjo është E para si keni dalë ju nga burgu për shkuar takim me Berishën? Tani kjo është një deklarat frike. Frike nga gara. Por jo, frike nga gara. Unë po të pyes për rrethanat e deklaratës një herë. Ja të them një edhe rrethanat e deklaratës. Spari se e ka marrë qëllimisht edhe me kanun, edhe me moral, edhe me norma. Kur tjetërit e shkon shtëpi, unë kam bërë një takim në shtëpi. Unë nga burgu nuk kam se si dalë, po kam bërë takimet, kur kam bërë takime për biseda që i referohet zotëria, janë takime në shtëpi. Si në shtëpi? Në shtëpi e zotëri, dhe shtëpi edhe kanuni dhe norma, se kam marrë edhe me kanun, se në base unë kam norma tjera, jam rritur ndryshe. Te shtëpi e zotëris, pra. Ju keni shkuar në shtëpi e Kam bërë një takim kur kam qenë me leje, për të bërë diskutime të caktuara. Tani, po të them, ju dolet nga burgu, pra ju keni dalë nga burgu për të takuar Berishën? Të përgjigjem pak, diskrecioni është pjesë e burrërisë në norma, është shumë e rëndësishme. Dhe kur tjetërit shkon në shtëpi edhe me kanun, thotë që kur përhap çfarë diskuton apo flet në shtëpi, mbetet në shtëpi. Dhe tani një sekondë, më se ka disa kufi moral. Jo, nuk kam dalë nga burgu, unë kam diskutuar në momentin që kam qenë me leje. Po, kam qenë me leje se dihet dhe jo kam thënë. Unë më është ndaluar leja për 6 muaj me radhë, derisa mbaruan zgjedhjet, se unë kam hyrë në burg që të shmangem nga zgjedhjet. Jam shmangur në mënyrë të padrejtë, siç po tenton të më shmang dhe zotëria, si Rama dhe ky. Mua nuk më birëson dot njeri. Unë mund të çoj këta në azil, të dy dhe këta dhe Ramën, po tjetë çështje birësimi apo azili. Po ta them pra, me gari çoj në azil të dy dhe njërin dhe tjetrin. Çfarë ka ndodhur? Dhe këto biseda janë biseda të shpikura. Është njësoj si të them unë tani. Të shpikura, pra po ta them tani. Është njësoj si të them unë tani, duke marrë një element, doni të marrë un element tani konkret. Trupa gjyqësore që më ka dënuar mua, është trupa gjyqësore që i ka dhënë zotërisë Vulën. Ta ka dhënë Vulën Partisë Demokratike. Është e njëjta trup gjyqësore që ky i bëri eroj. Që Sali Berisha i bëri eroj. Është njësoj, si të them unë tani, që edhe unë kam edhe të dhëna se si kanë negociuar. Njëra është kunata e Belinda Ballukut. Kjo që është kryetare e gjykatës apelit sot. Personi që është në vetting si njeriu që fshite, po themi, pasurit kjo zonja, e ka promovuar tani, kjo e ka bërë kryetare. E ka bërë tani kryetare. Se do t'i them unë disa gjëra hapur, prandaj duhet gara. E dyta, kjo që thotë është njësoj, se referimi ishte ky, që se di cili ishte konteksti asaj, që me qenë se ky ka bërë 10 muaj burg dhe nuk ka bërë 12, mos ka bërë në një GPS-ja. Ishte kjo deklaratë, çfarë deklaratë ju kërkoi? Prit se po jo them. Po jo më thuaj deklaratë një herë përpara, po. Çfarë deklaratë ju kërkoi? Çfarë do të them unë për imagjinat? Po sigur do të them unë që thën ti që duam të vrasim. A ju ka kërkuar? Më keni thënë ju që do vrasim Ajatollahu. Jo, është një deklaratë e shpikur. Si t'ju them unë tani? Kjo deklaratë nuk ka ndodhur kur kjo bisedë. Është një deklaratë e shpikur. Është njësoj si t'ju them unë ju sot, që më keni thënë sepse është në hall. Pse nuk e fut nga garë? Po ja më thuaj, pse Fatmir Xhafën mund gjendej shpikë tjetër? Po pra kam hyrë në burg, se kjo është konkrete. Ja t'ju them unë një gjë, atëherë po jo bëjon konkrete. Në një takim që kam pas me zotin Berisha, më tha që i kam detyrime Edi Ramës, këto 2 mandate, sepse gjykatat që kontrollon regjimi, më nxori mua nga banesa, se ka qenë arrest shtëpie apo jo? Ka qenë arrest shtëpie. Dhe më tha zoti Berisha që ja kam detyrim t'i mbaj edhe 2 mandate tjera Ramja deri në vitin 2033. Si, po është njësoj më është idiotësi, po burr. Ora si mund të dalësh dhe të shkosh? Po fare, më ç'është kjo? Asy ja keni thënë kam unë me vrasje, më ç'është ky muhabet? Asy ja keni thënë. Po zero më. Ka një kontekst të caktuar që po ta them. Për shkak të bisedave që bën në zyrë apo në tavolina, unë nuk flas në publik. Nëse zotëria do që t'i japi bisedat,
Jam gati unë edhe të them edhe gjëra tjera se si ka... Ndërkohë, ju thoni që... Po ja u them ta se mos ju ik se ka shumë rëndësi se do jemi prapë në studio. Nëse duan të bëjmë biseda tavolinash, unë nuk jam si ndonjë tjetër që ka kaluar. Unë kam kufi moral dhe kam seder të madhe, por nëse do t'i japi bisedat, i hapim disa biseda, që janë edhe... Se do japi biseda në tavolina, biseda tavolina? Po qa ishte kjo, Sofja? Kjo ishte një turp që për një njeri i cili ka 35 vite në politik, është i vetmi kryetar partie që drejton 35 vite me qenë sera fjala, dhe ka një jetë qesh në kryet institucioneve, të bësh të deklarat, ndërkohë që unë, qa po kërkoj zotre? Po kërkoj garë, thatë në fillim ju këta thonë që e përçan Partinë Demokratike, garat e bashkojnë partinë, dhe po tjetë për interesin tim personal, unë regullem, qa ka këto? Ju që jeni të ndarë vetëm për çështjen e ideve, mënyrën se si duhet drejtohet. Ndërkohë, postimi juaj i sotëm mje pak dyshin, nuk ka dozat e një ndarje vetëm për, në munges votës shpik etiketa, në munges garës shpalt vetë përjashtuar. Sa më shumë fletë për përjashtim, aq më qartë bëhet frika nga gara. Partia nuk është klub privat, pasaj thoni, sa për hallin që ka mos vras Gjafën, i fletë sub koshjenca se ka merak mos vrasin Ramën, me votë, burri ka kohë turprohet gjithë jetë vetë, po të bjerën të nivelesh pa imagjinueshme. Dhe është fikë si që urojnë as kundështarët më tashpër. Kjo shpifje të tregon, pra në sa kuptoj, nuk është çështje i ndesh, kjo është çështje personale. Zotre, kjo ka një gjë, nëse ka një sulm personal, unë do të përgjigjem në njëjtën mënyrë. Nuk jam unë si këta që është mësuar. Shiko, ka një gjë, as presioni nuk ecën me mua, as kërcënimi, edhe as në një lloj forme tjetër, as to idiocit. Hajde zotri, bëj një garë dhe jepi u përgjigje demokratëve kur do vinë pushtet. Ka 7 protesta që erozon në Ramën javë për javë. Javë për javë. Rama vazhdon rri atje. Ka që në vitin, ka që në 2022, që erdhi, tha mua nuk mi vjedhin zgjedhjet, ja vodhi, është ky tjetrin pushtet. Tani, si ta zgjidhim në zotri, që ka një gjë, ka një kontekst të caktuar. Sallat, merri sallat e takimeve ku kam qenë unë, merri ku ka qenë kryetari i partisë. Janë më plot. Tani, si ta masim ne, se ku është shumica, dhe ka dhe një element tjetër. Ju jeni ndihmuar nga element të krimit dhe të bosës në deshme. Po ke deklarat të sekretarit përgjithshëm Partisë Demokratike. Do ta mbajmë nivelin e këtij, mos e ulim se është mos bëj për. Po ke deklaratën e sekretarit përgjithshëm. Mos e bëjmë për çesh, po dushë bëjmë edhe me gallat, po. Tani, të japin një provë, një element dhe unë nuk merrem me këtë punë. Ora, ata njerëzit, unë kam bërë në burg se kam denoncuar krimin. Unë jam denoncuesi, se po e them unë tani, se duke si pa modesti, po unë kam bërë në rastet e bandës së Durrësit dhe në rastet e bandës e Elbasanit, kam qenë i vetmi që kam bërë interpelancë. Dhe t'ju them element tjetër, një pjesë e madhe deputetëve, që një pjesë nuk janë edhe nuk du të them, se as nuk janë sot, nuk dilnin konferenca kundër tyre, më kam dalë unë. Unë kam hyrë mes parcelave, dhe t'ju them element tjetër. Po i bie direkt kokt. Thonë për një person, Ergys Agasen, që unë e kam denoncu. E dini ju që Partia Demokratike nuk ka bërë një konferencë kundër atje? Po ka për ditë. Tani më pas hyrin burg. Më thoni një rast, po ma gjetët ju, që Partia Demokratike del konkretisht. Po lerë, po ju them, mund ta ketë bërë, i vetmi, mund ta ketë bërë. Unë po të them që Partia Demokratike zyrtarisht e ka pas person për gdhelë. Pyes një njerë sepse. Po jo, s'kam se pyes, ma thoni ju pse. Po sepse kanë interesa. Interesa kush? E pat ju tjetrën apo jo? Kush ka interesa me Ergys Agasen? Prit se do ju them e tjetrën e pasaj vi. U prit që t'ikte të shkarkoj Belinda Balloku nga zëvendës kryeministre që t'ikte në një Molotov atje, në një fishek zjarr. Sa ishte ministre nuk u afruan dhe Ministria e Infrastrukturës. Partia Demokratike me Ballukun dhe Agasin. Do t'i shikone. Këtë po them unë që gjatë fushatës, gjatë një fushate elektorale, po pse ju nuk e dëgjoni gjithandej që thonë që këta janë bashkë. Edhe unë këtë mëra kam. Se unë kam bërë burg, dhe unë nuk jam aq budalla sa mos kuptoj kur këta janë bashkë. Tani unë po them, me qenë se ti zotri, ke një nen, se po që se bëhet diskutimi në nivel demokratik si në çdo vend botës, po për te asaj që Berisha është njeriu i fjalës mbajtur, ka thënë nuk mi vjedhin zgjedhjet dhe ka vendosur neni 46.8. Kryetari i partisë që nuk e bën partinë fituese, qeverisë në fakt, mbas zgjedhjeve të përgjithshme, humbet me njëherë mandatin dhe nuk ka drejt të rikandidojë. Tani unë nuk po e kërkoj këtë, unë po them o zotëri, me qenë se ti ke këto kontributet caktuara në Partinë Demokratike, patjetër më hyrë ngarë, po kush më heq mua drejtën që ngaroj? Këtu është Elbi. Dhe pyetjet janë këto që ju them unë, se edhe ju i keni